Mirë se erdhët në rezën tonë. Në ledullin e madh mbrapa meje, kemi të vendosura figura, foto të cilat na afrojnë me shtëpinë tonë, si janë visa teksa vendosim të pastrojmë dhe çdo gjë të jetë xixh aty. Bashkë me Lauretën do të tregojmë se si ju mund të kujdeseni her pas here të pastroni divanët, këndin tuaj, kariget të cilat janë prej cope, të cilat marrin atë hijen dhe aromën një të këndshme. Po pecetat që gatuajmë, pecetat mbulecat e tavolinës, njolla pafund, kur jemi fëmijë dhe kur darkon e drekon me njerëz dhe miq, kështu që do mundohemi që me mjete natyrale të tregojmë disa truke si një anvi siç është Laureta, siç vepron ajo në shtëpi për të na dhënë dhe ne disa këshilla. Mirë se erdhe Laureta. Do ta nisim me pecetat e bukës të kuzhinës direkt? Nisim me pecetat e kuzhinës, kur ne kemi një njollë, që aty bëhen njolla pafund, yndyrna, siç është salca, siç është vaj, zakonisht, siç janë njollat e gjellrave që ne na bien që fshim ato që pastrojmë. Kemi përdorus, kemi qumshin, kemi sodën, kripën, uthullën, limonin, kemi testin e enve që në çdo shtëpi nuk mungojnë, gjitha këto produktet me mënyrë shtëpiake si që përdorim në anfisat. Kemi dhe pastën e dhëmbëve që fëmijët kur shkruajnë diçka ose bëjnë me bojtush, zakonisht fëmijët e vegjël se. Unë tani kam të rritur, e kam kaluar ato pas, po që zakonisht bëjnë Ne i vendosi për t'u larë në lavatrice, pa të njollat, kurse si nuk largohen pa i vekuar. Pa i vekuar me diçka të tillë në mënyrë shtëpiake si që dim neve, që bëjmë këto që si që thash Niki. Cilat janë njollat më të vështira që mjezik e hequr? Njollat më të vështira është vaj, është salca. Ne mund ta përdorim edhe vaj që bën pak atje. Në rast se është një njollë pak më e theksuar dhe ka shumë kohë, mund të përdorim sodën. Mund ta bashkoj me kripën, sodën, me pak ujë dhe mund ta lëm pak 15-20 minuta që të pastrohet. Mund të përdorim prap edhe uthullën. Sidomos uthulla është për pastrim, disinfektant për divanët që ne lajmë pastrojmë edhe me detergjent dhe i shkon me një pecet me ujë të vakur divanit. Me uthullën, me ujë të vakur dhe uthull. Ujë të vakur edhe uthull. Do ta tregojmë më pas, po. Gabimi më i shpesh që ne anvisat bëjmë, kur e vendosim direkt për të larë pa e hequr njollat të në radhë të parë në pecetat e kuzhinës dhe peshqirat e kuzhinës që ne përdorim në kuzhinë, ne nuk i hedhim me roba të ndryshme. Shumë me roba tona. Nuk i përzijemi fare, edhim vetëm me pecetat e bukës, gjitha i lajmë vete. Kjo s'ka të bëj vetëm për njollat, jo, s'ka të bëj për pjesën e higjienës. Po, nuk është gjë e mirë për shumë që të bashkosh me ndëresat, është në mënyrë kategorike sepse ne ato i përdorim në kuzhinë. Dhe ne njollat mund t'i përdorim me këto si që të thash produktet shtëpiake, të heqim njollën, pasaj mund t'a vëmë me detergjent, lavatrice. E lajmë si zakonisht. Dhe pasaj kemi parë që është larguar njolla, hekuri dhe gjithçka është pastërti. Dhe hekuri si që i vendosim në sirtare tona të rregullta. Ne kemi një pecet që e kemi me njollë salce, gjë që mund të ndodhë kujdo. Kemi marrë njollën ndër njollat më të vështira, se edhe vaj nuk është pak më. Ta provojmë që si do të veprojmë pasi ka rënë salca tek peceta, para se ta vendosim në lavatrice për t'u larë bashkë me pjesën tjetër të robave. Ne mund ta përdorim edhe me qumshin. Mund ta mbulojmë me qumësht. Po, mund ta mbulojmë me qumësht, ta lëm 15-16 minuta dhe pastaj e pastrojmë. Ato mund t'i shkojmë edhe një pecet ujë të pastër, ose në qezëm, për shumë mund t'a lajmë dhe mund t'a vendosim në lavatrice. Ndërkohë asaj njolla i ka ikur dhe ajo pastrojt sa më... Vazhdojnë në procesin tjetër. Tjetër proces, përveç se qumshit, dhe më cilin do veprojmë ne, me qëfar do veprojmë bi njollë? Ne mund të veprojmë edhe me njollë me limonin, mund të veprojmë edhe me uthullën, po që zakonisht me qumshin si fillim. Mund të vendosim qumshin dhe pastaj këto të tjera të sipër? Po, mund të vendosim qumshin edhe pastaj të tjera të sipër. Që po e hedh pak këtë. Dhe si duket e gryhen paksa dhe nxjerr në sipërfaqe pjesën e salcës. E heq atë njollën, do me thënë shkolit nga peceta, si i themi ne. E nxjerr në sipërfaqe. Dhe pastaj mund ta pastrojmë siç thash me një leckë të lagur. Mund ta pastrojmë edhe me një leckë të pastër të lagur.
Ose mund ta vendosësh direkt në ujë të... Ose mund ta vendos edhe direkt në ujë që ne ta shplajmë ato, mos ta vendosim. Që të mos Po që kjo pastrohet dhe është shumë... Po ti vëshre, kjo. Pjesa e sipërme, po. Qumshi është i pari që e zhvendos salcën. Qumshi është i pari për salca. Tani aty ka ngelur vërtet njolla. Këto janë kushte shtëpie dhe janë të zgjidhin hall, siç pastroj unë në shtëpi. Ne po të zgjidhim pastaj ilaçe me kimikate, zgjidhim direkt, po themi që të mos i përdorim, meqense kemi të bëjmë me peceta ushqimi, kemi të bëjmë me peceta ushqimi. Çfarë ti vendosim? Tani mund t'i vendosim edhe pak uthull. Uthull të bardhë. Uthull të bardhë, që të mos sepse ajo e kuqja sikur lë pak. Po, lë pak shenjë. Megjithëse edhe me larjen mund të largohet, po pse të rrezikon. Çdo gjë varet edhe nga copa dhe nga materiali. Po dhe nga materiali, kjo për shkak është një pecet që është e vështirë, është pecet pambukitrash si lino. Nuk është pecet e hollë që lahet edhe kollaj, po gjithsesi atë njollën e rëndësishme e heq. Tani kjo ka ngelur pak fare si hije, po kur e vëm edhe në... Pra jodhëm qumshin, jodhëm uthullën, po jodhëm edhe sodën, pastaj e lëm të veprojë dhe vendosim në lavatrice. I hedhim dhe sodën edhe e lëm në lavatrice. Po tani sodën unë do ta përzjej. Po të duash i hedh edhe pak krip sodës. Pak fare krip që ta përzjej. Kemi aty krip. Mund ta përzjej dhe këto. Duke i përzjer bashkë. Mund të marrë edhe ujin, se të gjitha i kemi këtu. Dhe soda shumë e mirë, se është gryse dhe e heqatë, sidomos te pjesa e linos. Përsëri do ta lëm pra hoqëm salcën, pjesën më kryesore që kishte rënë në pecet me qumësh, vepruam me pak uthull dhe tani vendosim dhe sodën me krip. Kjo është për ta zbehur? Për ta zbehur, po. Dhe i bjem prap me një pecet ose e shplajmë atë në çezëm. Më mirë e shplajmë në çezëm, po këtu për shkakun po e bëjmë me pecet me ujë. Tani kjo duhet të lënë për shkakun ja 10-15 minuta. Ndrojmë pak vëndet që të veproj patjetër. Duket sikur të zë patjetër. Edhe është kamera në anën tjetër. Pra e mbulojmë përsëri me... E mbulojmë përsëri me... Mund të marrim prap ujë, po kjo siç të thash duhet të ri 15 minuta. Duhet ta lëmë të qëndrojë dhe e heqim me leckë. Dhe e heqim me leckë. Ose më e mira për shembull siç bëjmë ne në shtëpi në çezëm që ja heqim atë njollën e shplajmë mirë, pastaj e vëmë në lavatrice. Po soda Niki është shumë pastruese për shkakun dhe pastron çdo lloj njolle të mundshme në shtëpi, po ti vësh re kjo. Sigurisht e përdorim në çdo sipërfaqe, edhe për divanin, në rast se ty të bie një salcë ose një kafe, si njolla kafes që mizi hiqet, nuk hiqet kollaj, uthulla me një pecet me ujë. Është ajo një ndër njollat e vështira, po. Zakonisht kafja është e vështirë. Tani si që është, e vendosim në lavatrice për tu larë. Si që është, ne e vendosim në lavatrice për tu larë. Le të shpresojmë që kjo njollë, po me detergjentin në larë, si zakonisht. Pra, veprojmë fillimisht, ideja është që ne të mos përdorim kimikatet në proceset e tilla, duke patur parasysh që këto janë peceta që ne ushqehemi dhe të mos, jo çdo ditë se sot kimikat, vazhdojmë me një ilaç tjetër, gjithandej jemi të rrethuar nga kimikatet. Gjithandej ne jemi të rrethuar nga kimikatet dhe kjo është gjë e mirë që ne të përdorim gjithmonë. Tani ato gjëra janë duhen, por që më mirë është të përdorim edhe gjërat tona shtëpie. Le ta provojmë, nëse kjo funksionon, pse jo, të mos i ndahemi produkteve të natyrës. Ose mund të hedhim edhe pak vaj, dhe si të pastrojmë edhe vaj në pecet guzhine, ose në një këmish, ose kudo, për shumë vaj bie, ose dhe kur ne konsumojmë ushqimin, ne na pikohemi ndonjëherë, ka raste që është një njollë më shpesh tek njerëzit. Si veprojmë me një herë apo pikohemi me vaj? Me ilaçin e enëve, me avën e enëve, ose test, është dhe ajo kutia e testit, është shumë e mirë që ka qenë më përpara dikushme, unë e përdor vetëm për njollat atë dhe ajo është shumë e mirë. E vendos pak atë, ajo është që lahet edhe me shpejtësi, për shumë nëse në një moment ti mund të jesh diku, konsumon një drek ose një ashtu, mund. E vërtetë është që duhet të veprojmë në çast. Duhet të veprojmë në çast, pa e lënë që të ajo të edhe të marrim. Për këtë njollën e vajit kam dëgjuar që shtojmë direkt edhe pak miell, sepse si duket përthitha ato pjesën e vajit. Po, mund ta bësh ose niseshte, edhe niseshte pluhura pra. Pluhura pra, po, e shkunt atë, se nuk mund ta vëm direkt ashtu, e shkunt, e bën si pjesa e pudrës, po. Edhe
vendos atë. Më pas e vendosin për t'u larë si zakonisht për pastrimin. Mirë, këto janë truke që çdo anvis i di padyshim, por nëse i dëgjoni dhe i fiksohen më tepër larg detergjentëve që kanë kimikate.